Një aktivitet i veçantë sportiv në disiplinën e basketbollit është mbajtur sot në Gjakov, krahas lojës, solje dhe emocione e nostalgji për sportdashësit. Veteranët e basketbollit të Gjakovës zhvilluan një ndeshje miqësore me veteranët e basketbollit nga Lituania në një atmosferë miqësore dhe sportive. Basketbollisti veteran Hashim Raci tregoi më shumë detaje rreth kësaj loje. Ne si vëllaznim veteranët kemi qenë dyrën Çeki. Jemi taku me këta në Çeki, prandaj ka shpreh shumë dëshirë të madhe marr me na vizitu me pa Gjakovën, ne të zhvillu edhe një ndeshje me ne këtu në Gjakov. Mes emocionesh, Raci foli edhe për ndjesinë e veçantë të ritakimit me basketbollistët nga Lituania. Këta i kemi njohur para të kohë, ne e dimë çfarë temperamenti, çfarë kulture kanë, dhe mundu që edhe na më u kthy ashtu sikur na kanë pritur ata njëve atje. U jemi taku prapë veteranët e dikushëm moshës deri në 60 vjeçë, për mi edhe ato në emisionet më të mëdha që i kemi përjetuar. Ai kishte edhe një mesazh për gjeneratat e reja të klubit të basketbollit Vllaznimi, duke i inkurajuar të punojnë dhe të mos ndalen. Duhet me punu, veç me punë më rrit gjithçka. Kjo ngjarje sportive u përcoll me mbështetje të madhe nga sportdashësit gjakovar, duke dëshmuar edhe një herë se sportistët mbeten ambasadorët më të denj të një vendi.